Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lam të mirë, tensioni i lartë, ushqimet që duhet të hani çdo ditë për ta mbajtur nën kontroll. Shumë persona kanë presion të lartë të gjakut, por gjysma e tyre nuk diagnostifikohen ose nuk marrin trajtime. Ka ndryshime të thjeshta në dietë që mund t'ju ndihmojnë për të parandaluar ose ulur presionin e lartë të gjakut. Express UK zbulon disa rregulla që duhet t'i përmbajni nëse dëshironi të rezultoni me ulje të mirë për të shmangur hipertensionin. Sipas The British Heart Foundation, The Blood Pressure UK. Pavarësisht nëse doni të ulni ose parandaloni presionin e lartë të gjakut, një dietë e ekuilibruar është thelbësore. Fondacioni Britanik i Zemrës këshillon: të gjithë duhet të synojnë për një dietë të ekuilibruar dhe të shmangin dieta modeste, pasi këto nuk do të ofrojnë ekuilibrin e lëndëve ushqyese që nevojiten. Mënyra më e mirë për të kuptuar atë është të mendosh për ushqimet dhe grupin ushqimor, citon Fondacioni Britanik i Zemrës. Mundohuni të hani shumë fruta dhe perime. Shumë ushqime me niste shtesë si buka, orizi, patate dhe makaronat, zgjidhni varietetin me drithë integral kudo që t'jetë mundur. Qumësht dhe nënproduktet e qumshtit, mish, peshk, vezë, fasule dhe burime të tjera janë të mira, por jo bulmetore. Në një sasi të vogël ushqimesh dhe pijesh të larta yndyrore ose me sheqer duhet t'i evitoni. Zgjidhni opsionet që kanë më pak yndyrë, krip dhe sheqer sa herë që të mundeni, në mënyrë që të ndihmoni në menaxhimin më të mirë të niveleve tuaja të tensionit. Tensioni i lartë i gjakut është një problem serioz shëndetësor, i cili mund të prek një pjesë të madhe të popullatës. Kjo gjendje, poshtë të tjerash, mund të luftohet përmes ushqimeve të duhura dhe trajtimeve efikase. Në këtë video do të tregojmë disa nga ushqimet të cilat duhet t'i hani dhe ju ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të tensionit të gjakut sipas Fondacionit Britanik të Zemrës. Bananet janë një burim i shkëlqyer i kaliumit. Kaliumi njihet për rolin e tij në luftimin e efekteve të natriumit në trupin tonë. Ngrënia e bananeve do të ulë nivelin e koncentrimit të vlerave të natriumit në trup, kështu edhe tensionin e gjakut. Ngrënia e 2 bananeve në ditë ka rezultate të ulë tensionin e gjakut në mënyrë domethënëse. Mund t'i konsumoni si të vetmet ose në kombinim me frutat e tjerë. Avokado. Ky frut është i domosdoshëm kur jepet edhe në uljen e tensionit të gjakut. Njëjtë sikur bananet edhe avokadot përmbajnë sasi të madhe të kaliumit. Avokadot po ashtu përmbajnë sasi të yndyrnave të pangopura të cilat rrisin nivelin e kolesterolit të mirë në gjak. Kolesteroli i keq njihet për efektin e tij në bllokimin e enëve të gjakut, gjë që shkakton rritjen e tensionit të gjakut. Avokadot rrisin nivelin e kolesterolit të mirë, të cilën ndikojnë në uljen e vlerave të tij. Keni parasysh se avokadot kanë përmbajtje të lartë kalorike dhe ngrënia e tyre duhet të jetë me maturi. Spinaçi. Ngrënia e rregullt e spinaçit do të ulë tensionin brenda disa javësh. Spinaçi gjithashtu është i pasur me fibër që mbajnë tensionin e gjakut konstant gjatë gjithë ditës. Spinaçi mund të konsumohet në shumë forma dhe në kombinime me ushqime të tjera. Domatet. Ky frut jo vetëm që ka përmbajtje të lartë të kaliumit, por është i pasur edhe me likopen. Likopeni është një antioksidant i njohur që parandalon oksidimin e kolesterolit dhe ngjitjen e tij në muren e enëve të gjakut. Domatet jo vetëm që ulin tensionin e gjakut, por do të parandalojnë shfaqjen për periudhat e mëvonshme. Për rezultate më të mira duhet ta konsumoni atë të papërpunuar. Selino. Ngrënia e saj do të ulë presionin e lartë të gjakut. Përpos përmbajtjes së lartë të kaliumit, do të shërbejë edhe si një diuretik natyral. Kjo do të thotë se do të nxjerrë sasinë e tepërt të ujit nga gjaku, pasi tepritja e ujit në gjak rrit presionin arterial. Me largimin e kësaj tepritse bjen edhe vlerat e tensionit. Çokolata e zezë, një tjetër produkt i shijshëm për uljen e tensionit, përmban koncentrime të larta të kakaos që japin ngjyrën e zezë. Kakao është e pasur me flavonol, element kyç i cili ndihmon në zgjerimin dhe rritjen e elasticitetit të enëve të gjakut. Kjo pastaj manifestohet me ulje të tensionit të gjakut. Çokolata e zezë po ashtu duhet të konsumohet në mënyrë të moderuar, pasi që përmban shumë kalori dhe është e rëndësishme të jetë pjesë e dietës suaj në mënyrë të rregullt për të përmirësuar nivelet e tensionit. Gjethet jeshile janë të njohura dhe të rekomanduar që sallata të shtohen në dietën tuaj. Një arsye
Më tepër, përse duhet të shtoni gjethet jeshile në sallatat tuaja është edhe ajo që ndikon në uljen e tensionit të gjakut. Kaliumi në përbërje të tyre ndihmon veshkat të largojnë natriumit i cili akuzohet si një shkaktar i tensionit. Eliminimi i natriumit stabilizon tensionin. Gjethet jeshile me përmbajtje të lartë të kaliumit janë marulet, spinaqi, kaleja e të tjera. Efektet e konsumit të tyre janë të mira kur konsumohen të pagatuara. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit, sidomos boronica dhe luleshtrydhet, janë të pasur me flavonoide. Konsumi i flavonoideve ndikon në parandalimin dhe trajtimin e tensionit. Këto fruta mund të konsumohen të freskëta ose mund t'i ruani në ngrirje dhe t'i konsumoni në sezonin kur çmimet janë në më të larta. Patatet dhe rrepat e kuqe. Rrepa e kuqe është e pasur gjithashtu me acid nitrik i cili ul tensionin e gjakut nëpërmjet zgjerimit të enëve të gjakut. Studiuesit zbuluan se acidi nitrik në përbërje të rrepave të kuqe ul tensionin e gjakut brenda 24 orëve të konsumit të tyre. Herën tjetër që zjeni rrepa të kuqe për sallata, kujtoheni që të mos hidhni lëngun e kuq që përfitohet nga zgjerja. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për personat që vuajnë nga hipertensioni është edhe kosi. Kosi është një burim i shkëlqyer i kalciumit. Sipas shoqatës amerikane të zemrës, gratë që konsumojnë 5 ose më shumë porcione kos në javë reduktojnë me 20% rrezikun e tensionit. Për më tepër shije dhe efekte pozitive mbi shëndet, shtoni drithrat dhe frutat gjatë konsumit të tyre. Drithrat. Drithrat e përgatitura enkas për mëngjes janë të pasur me fibër, përmbajnë pak yndyrë dhe pak natrium. Të gjitha këto së bashku ndikojnë pozitivisht në uljen e tensionit. Kujtoni dhe memorizoni dhe përfshini në dietën tuaj ushqimet e mësipërme, me siguri që do të keni një përmirësim më të mirë të shëndetit tuaj. Boronica dhe frutat e pyllit. Një racion me boronica në javë ul rrezikun e rritjes së tensionit të gjakut. Boronica, luleshtrydhet dhe mjedrat kanë më pak kalori dhe janë të pasur me antioksidant dhe fibër. Të treja ulin tensionin e gjakut dhe japin doza të shëndetshme të vitaminës C dhe kaliumit. Drithrat e plota. Një pjatë me drithra të plota dhe fibër siç është tërshëra bollguri, thekra, krundet e grurit ulin rrezikun e tensionit të lartë. Studiuesit e Universitetit të Harvardit thonë se konsumi i drithrave në 12 javë nxit përgjysmimin e sasive të medikamenteve kundër hipertensionit. Konsumoni një filxhan me drithra në ditë ose të paktën një herë në 2 ditë. Panxhari i kuq. Panxhari është i pasur me substanca nitrate që i bëjnë mirë zemrës. Studiuesit thonë se nitratit e panxharit ka të njëjtin efekt si tabletat farmaceutike, të cilat ulin dhe rregullojnë tensionin e gjakut. Çokolata e zezë. Revista amerikane mjekësisë thotë se nëse konsumoni 14 gram çokoladë të zezë me përmbajtje 60 deri në 80% kakao, mund të ulët tensionin e gjakut. Çokolada e zezë është e pasur me flavonoide që zgjeron enët e gjakut në mënyrë natyrale. Spinaqi. Spinaqi është një burim i pasur i kaliumit, magnezit që bëjnë tensionin e gjakut të jetë në nivele të qëndrueshme dhe të eliminojë kripën e tepërt që është përgjegjëse për tensionin e lartë. Një tjetër produkt shumë i mirë për personat që vuajnë nga hipertensioni gjithashtu është edhe peshku. Peshku përmban element ushqyes shumë të rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit dhe si i tillë duhet të jetë pjesë e recetave tuaja të përgjithshme. Duke konsumuar të paktën peshk çdo javë do ta keni më të lehtë të stabilizoni nivelin tuaj të shëndetshëm. Peshqit më të mirë janë salmoni i egër, trofta, skumbria, toni, merluci dhe arenga. Studiuesit rekomandojnë 2 racione peshk në javë. Brokoli. Brokoli është një burim i pasur i kaliumit, fibrës, magnezit, vitaminave dhe elementëve të tjerë që ndihmojnë në kështu në uljen e niveleve të tensionit të lartë. Lule radhiqja. Lule radhiqja nxit eliminimin e kripës ose organizmit nëpërmjet urinës. Lule radhiqja është e pasur me magnez që zgjeron enët e gjakut, përmirëson qarkullimin e tij dhe largon trysnin nga zemra. Dhe duhet të jetë pjesë me patjetër e dietave tuaja, çka do të ndikojë pozitivisht edhe në shëndetin tuaj kundër hipertensionit. Ndjekja e kësaj diete në mënyrë rigoroze do ta keni më të lehtë edhe të menaxhoni shqetësimet e hipertensionit. Vëmendje ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.